Përshëndetje, doja të bëja këtë video sot sepse kam kontaktuar me një universitet dhe dua që të prezantoj librin të ky universiteti që kam folur. E sa e pan librin në ato administratët e të universitetit me të cilët fola, me njëherë kërkuan të bëjnë shkencore. Tash ky është libër teologji. Normalisht unë jam bazuar në një shkencë, ajo është shkenca e filologjisë. Përveç se është edhe çështja e gjuhës, sepse ajo është gjuha këtu në këtë mes. Unë toponimet i kam përkthyer nga fjalorët. Në një farë mënyrë është ajo metoda e krahasimit, por nuk, për mua nuk është metoda e krahasimit, sepse po të vëmë re gjuhët semite, domethënë gjuhët semite që kanë dalë nga gjuha babiloneze, ka një diferencë. Çfarë janë gjuhët semite të jugut të lindjes mesme, domethënë domethënë që nga Siria, Iraku, këto gjuhët arabe, kemi gjuhët e ebraishtja, për shembull, ose siriania. Këto janë gjuhë që kanë një diferencë ndërmjet, që kanë një karakteristikë të veçantë. To e kanë për shembull sintaksën, këto e kanë subjekt, folje, objekt. Domethënë, si thuaç, mbreti ndërtoi kështjellën. Subjekt, folje, objekt. Ndërsa gjuha akade, vetë gjuha akade, e ka subjekt, objekt, folje. Dhe mbreti kështjellën e ndërtoi. Tani kjo është një diferencë që ka të bëjë me në rregullat e gramatikës, ose dhe si formim të gjuhës. Kjo ne në Shqip e përdorim në të dyja rastet. Po të vëmë re, domethënë edhe në Shqip ne e përdorim në dyja rastet. Por nuk e di se kush është e rregullt, domethënë e sakta, duhet bërë një analizë e thellë nga gjuhëtarët që ta vendosin, sepse ne duhet të bazohemi te gjuha akade. Ne jemi pjesë e gjuhës akade. Po këtë unë e them me forcë, sepse unë kam kaq vjet që merrem. Unë kam kaq vjet, më 18 vjet si vjet, që merrem vetëm me gjuhët babiloneze, me gjuhët. Unë kam gjuhën egjiptiane. Këtu, është komplet gjuha egjiptiane. Këto nuk është se janë gjëra që vinë kështu. Vetë domethënë, se e shoh unë aty dhe e gjej pa, nuk funksionon kështu. Është shumë e vështirë. Shumë e vështirë për ta analizuar, megjithatë, këtë e kemi thënë që ka hapi që për ta bërë shkencore tash ti, është të dalë një problem shumë i madh pastaj. Sepse ka shumë probleme në gjuhën shqipe. Nuk mund t'i thuash, nuk mund të deklarosh domethënë të thuash që ne kemi marrë fjalë nga latinishtja, nga ashtu. Unë nuk them që fjalë teknike po. Edhe këto fjalë që kanë nxjerrë ata për shembull për juridikën, për administratën, edhe këto mund të janë, po jo fjalë bazike të gjuhës. Sepse është absurde, nuk mund të ekzistojë gjë e tillë. Unë Shqipërinë, atë unë, popullin tonë, gjuhën tonë, e kam çuar tek akadët.
te Sumerët dhe te Akatët, sepse ne jemi gjithmonë. Dhe kjo është dëshmi e pakundërshtueshme sepse janë Hititët. Hititët janë në 1800 para Erëson. Hititët kanë ikur nga zona e Maqedonisë këtu. Quhet janë disa, domethënë është një fshat aty quhet Labarnia, është pastaj ne kemi fjalën Petani, ne kemi mbiemrat. Nuk mund të na shmangësh. Nuk mund na largosh nga kjo. S'na hiq dot. Këta janë emrat e mbretërve që e krijuan mbretërinë e Hititëve. Se ishte mbretëria, nuk ishte perandori. Ishin garant për kasitët. Shkuan, rrëzuan nga pushteti Hammurabi dhe vendosën kasitët. Këtë e bën Hititët. Dhe për garanci qëndruan në Hatusa. Në qytetin Hatusa ndërtuan mbretërinë në qytetin Hatusa. Po ishte për të qenë garant për kasitët, për dinastinë kasite. Mbaroi epokën e tyre në 1300 para Erëson me betejën e Kadeshit, po ata qëndruan për këto shekuj. Qëndruan domethënë dhe mundohen pastaj vinë edhe popujt e detit, ne nuk e lam asnjëherë, nuk e kemi lënë Babilonin. Ne Babiloninë e kemi lënë vetëm me rënien me shkatërimin që i bëri Muhameti. Ishte një diçka që do ndodhte. Kjo është historia. Ne nuk e kemi lënë ndonjëherë lindjen e mesme. Po të shikoni edhe domethënë me Aleksandrin, ne jemi pjesë aty, Aleksandri u bë perandor i Babilonisë. U bë Selçuku perandor i Babilonisë. Se nuk mund të jetë Selçuku, nuk mund të jetë nga Anadolli ose nga Azia. Është e pamundur sepse do të kuptoni një gjë, historia nuk e ka thënë që historia është shkencë. Tani, nëse Aleksandri krijoi armatat e tija, ushtrinë e tija, e krijoi me principatat, me princit që kishte në Ballkan. Dhe Selçuku ishte njëri prej këtyre. Ai nuk mund të merrte një sepse ishte pushtuar nga Siria, nga Persia. Ishte pushtuar deri në Stamboll, deri në Traki, edhe Traki ishte pushtuar. Dhe nuk ka mundësi reale që këta princë, kjo ushtri, të kishte marrë nga Azia. Nuk ishte mundur. Nuk ka asnjë lloj mundësie reale. Nuk ekziston. Selçuk do thotë harktar, komandanti i harktarëve. Ishin reparte. Ishin princët që kishin repartet aty, dhe ishin komandonin repartet. Ishte Selçuku që u bë perandori mas vdekjes së Aleksandrit, mori qeverisjen e Babilonisë. Ndërsa Ptolemeu Lagos, Ptolemeu do të mundës, ndërsa Lagos do thotë studius në gjuhën babiloneze. Prandaj po them që ne kemi lidhje shumë të ngushtë me Babiloninë para se të vinte Aleksandri. Kishim shumë lidhje të ngushtë me ata. Ne me ata kemi qenë gjatë gjithë kohës që nga krijimi. E ne historinë e kemi atje me ata. U bë Ptolemeu, u bë faraon. Krijoi dinasti, në 31 duhet. 30, po diçka tillë është. Dhe gjua kopte, se ai e shkëputi, pastaj futi gjuhën greke. Gjuhën heleniste, domethënë. Mos e mohoni helenizmin. Nuk mohohet helenizmi. Helenizmi është kulturë. Nuk mohohet. Mos toni s'kishte helenizmi. Ishte një koloni helene, dallohen, këtu dallohet. Këtu ndahet shqiptari nga heleni. Po nuk e se helen janë të huaj. Mund të jenë për shembull të huaj, po nuk e se janë një racë. Se pastaj nëse doli të hymë thellë, pastaj se edhe se gjëra të tjera mbrapa. Se po të hymë thellë, pastaj shikojmë se gjëra të çuditshme neve, sepse nëse ne do t'i marrim, t'i analizojmë historinë me të vërtetë siç ka ndodhur, ne kemi një ngjarje të rëndësishme që është dyndja e popujve të detit dhe ta shkuan deri në Egypt. E kjo është në 1150 para Erëson. Ata u larguan nga territoret.
kur u pushtu nga nga persianët, ka qenë eksodi i parë. Dhe mbajni më të mirë këto gjë, se këto janë shumë të rëndësishme për të kuptuar, domethënë, se ç'është helenizmi tash, sepse helenët ishin këta. Po këta ikën një herë, e po të vini vesh nga arkeologjia, janë bërë zbulime që në një moment të historisë, në 1150 para erë, është faktuar që janë braktisur zona fshatrat atër, zona atër malore nga territoret e jugut të Ballkanit. Kjo do të thotë që këta janë helenët, sepse këta shkuan deri në Palestinë, janë asirë, domethënë, këta janë asirë, këta janë libanezë antikë, në Petra, këto domethënë që gjejmë këto në Jordani, në Irak, në Anadol, në Azinë e Vogël, të kurrën këta gjatë historisë. Dhe të kurrën e fundit ka ndodhur me pushtimin e Babilonisë nga Muhameti, me përfundimin e Babilonisë. Krijimin e kalifatit nga kalifët më mbas, Muhameti s'krijoi kalifat. Por që edhe helenizmi është kultura jonë, nuk është e botës, mos e hidhni poshtë, mos e sulmoni, sepse nuk është gjë e mirë, është historia jonë. Asa jemi ne që Kreta, Morea, Athina, përgjithse Shqipë kanë Armanidha, nuk e se ikën, si shton këta ignorantët, se janë ignorantër. Po është edhe pak cinike, është edhe pak maskaralla këtu në mes, se ti s'mund të thua që erdhën tash nga veriu edhe u popullua ajo aty nga veriu. Lejeni këto muhabete. Nuk ekzistojnë gjë të tilla. Nuk mund të shkosh ti në një territor që ka njerëz. Ballkani nuk është zbrazur ndonjëherë. Nuk ka ndodhur kjo që ndodhi me dyndjet me rënien e mbretërisë së Titës. Ne nuk e lam lindjen e mesme. E rip morën përsëri me popujt e detit. Nuk shkuan vetëm ne, erdhën nga Sardenja, Sicilia, nga jugu i Italisë. Nuk them, mund të kenë ardhur edhe nga zonat e Gjeorgjisë, sepse normalisht që kur bëhet një eksod kaq i madh, ndodh që edhe popujt e tjerë në histori ka ndodhur sa herë këtu. Por që rëndësi ka kjo që ne t'i vëmë rresh gjërat dhe mos ta mohojmë helenizmin. Siç bëjmë ne. Siç po është jo mania. Jo nuk ka helen, nuk ka. Si s'ka helen, çfarë është kjo? Mos fantazoni kot. Dhe pastaj bie si ti biesh kamës me kasë. Vete, kupton? Megjithatë, përsa i përket gjuhës, ne jemi ne do ta kërkojmë atje tek ata, që nga fillesa. Unë i vëveshin Toskës, gjuhës toske, domethënë dialekti tosk. Për mua toska është gjuhë. Shikoni një gjë tash. Nëse do t'i vini re, po të heqim n, ne do ngjellim me bashkëtingëllore. Shumë fjalë do janë vetëm bashkëtingëllore. Ajo aja nuk është zanore, ajo është një herë. Dhe këta e kanë gjuhët semite, e ka gjuha babiloneze, e ka gjuha kopte, e ka gjuha egjiptiane. Kjo gjuha këtu është vetëm me bashkëtingëllore. Vetëm me bashkëtingëllore. To zanoret ja kanë vënë këta më mbrapa, po nuk ka mundësi se edhe gjuha aramaike, që është 1000 vjet para erës sonë, domethënë, gjuha zyrtare babiloneze. Ajo është vetëm e bashkëtingëllore. Në vitin 600, në fillim të shekullit 7, të erës sonë, ju vendosën zanoret. Po ka qenë gjatë gjithë kohës vetëm bashkëtingëllore. Zanoret vendoseshin sipas në të folme, po jo në të shkruajtur. Ne kemi vetëm zanore. Çfarë bone, çfarë bën? Çfarë bëre? Çfarë bane? Të vetë tjerë. Unë do ta kuptoj edhe kur e vetë ti rresht fjalin
që plotëson fjalinë, që mbush me, që domethënë që vendos rresht fjalë, që të kupton çfarë po kërkon të thosh. Jemi të gjitha me bashkëngore, të gjitha bashkëngore. Edhe gjua jot, se nuk ka pasanore. Kështu unë duhet një riformim, një revolucion në gjuhën shqipe. Dhe të vendosim fjalë, ta mbushim me fjalë, ta çojmë 150.000. Po duhet një revolucion. Këtë e bëjnë të rinjt. Më veshin edhe në qytetet tona, për shembull Fieri, si jam unë këtu, ish ka ndryshuar shumë, po ka ndryshuar nga brezi i ri, që ka lindur këtu, që sot janë 35 vjeç. Ta janë qytetarë të vërtet, janë të përgjegjshëm për qytetin, e duan, shoh se respektojnë gjërat, tamam e ndjenjë qytetarisë, që ka ardhur në Shqipëri. Është një mrekulli e vërtet. Jemi gati domethënë tash të bëjmë atë hapin e madh, domethënë të ndryshojmë. Edhe në kulturë, të futemi në kulturë tani. Të ndryshojmë edhe kulturë, domethënë të zhvillojmë kulturën. Do mundohem të veten unë rrestë ta bëj këtë, po unë do shikoj për ta realizuar këtë domethënë. Po si ke vështirë me këta, se këta gjën e parë thonë çfarë teorie ke përdorur, çfarë metode ke përdorur. Teoria nuk është shkencë. Teoria nuk është shkencë. Është një teori, është një ide që praktikohet, por që nuk është shkencë. Edhe kjo teoria se indo-europiani është absurd, është një gomarlek. Po them tani është një gomarlek që nuk e mban asnjë. Është idiote. India ka hyrë në qytetërim në 380 para të erës tonë, e kuptoj të çfarë flasin ta. Nuk ka pas gjuhë indiare, çfarë është kjo indo-europiane, nga do ligjo. Të vëdha Roma çfarë gjuhë është? Helenizmi, persishtja, egyptia. Çfarë gjuhë flisin ta? Ç'është kjo indo-europiane? Ku kishin lidhje ato me ndërmjet? Një frazë vetëm, po të lexoni domethënë dokument zyrtare, jo të shkrimtarëve, jo të kronistëve, por një dokument zyrtar që ka lëshuar një oficer i Aleksandrit. Në momentin që Aleksandri arrin në Indo, thyen porën, dërgon një ekspedit Matan Indos me specialistë. Shkojnë për te ata. Dhe vin pas një muaji ata. Me specialistë botanistë. Kur vinë ata, i shkruan llafin e parë shkruan. Që ka njerëz pa turp. Pa di çfarë thotë. Do të thotë që janë kafshë, si janë njerëz. Jetojnë në egërsi. Jetojnë pa shtet. Tash ku i gjetën gjuhën këtare? Që dialekte të ti, muhabete, 200-300 fjalë, 500 fjalë. Pas është gjuhë. Tani nga e morëm, ne nga këta e morëm. Që është dokument zyrtar, nuk është muhabet, nuk është opinion. Është një dokument zyrtar që ka lëshuar një oficer. Thot, ka njerëz pa turp, kështu fillon ai. Pastaj fillon radha, kemi parë kafshë, kemi parë këto lloj bimësie, kemi parë këta njerëz, domethënë si jetonin. Këto problematika, domethënë se kishte edhe mjek, kishte edhe ekspedita ishte e madhe. Nuk ishte një ekspedit thjesht, se i pati menduar Aleksandri që ta pushtonte. Po kur i thua ti që ka njerëz pa turp, ai merrem me ato. Kur janë në gjendje kafshërie në atë nivel që ishin ata, shumë behove. Ashtu ka gjykuar ai. Më vonë pastaj më vetë ata indianët arritën domethënë 380 me Skënderguptën. Me Skënderguptën. Dinastia Gupta arriti ta bashkonte të krijonte një mbretëri. Se lanë numeret, shkodron numeret. Ashtu që me edhe kjo është për sa i përket kësaj teorisë indo-europiane që është absurde, nuk ekziston gjë. Është një krijim i dikujt, nuk e di kush fantazojnë vetë atë që nuk e mbaj mend as
as janë futur fare. As nuk duhet të merrem atë. Se është absurde, ti të mohosh tash Babilonia, duhet tash dalin që. Është Babilonia, o njerëz, është Babilonia, nuk ka tjetër. Aty është, ajo është fillesa. Aty është gjithçka, dhe të gjitha këto të tjerat. Persisht, egyptianë, etiopianë, Asiria, edhe kjo turkmenet to tëra, janë të kësaj gjuhe. Edhe ne kemi shumë fjalë, se pavarësisht shqipja është diçka më vete. Shqipja është diçka më vete. Unë i shikoj, kam vërë që ne kemi shumë gjëra, shumë fjalë në tona mënyra të shprehur tona mënyra është ndryshe. Por që kemi marrë fjalë sepse tani të bësh një ndërtim, si thon ata avlli për shembull. Avllia i thot portës jashtme. Dola në avlli thot. Si unë nuk e di këtë tash. Nuk mund ta kem marrë nga turqit apo se të. Ka kaluar tërë këtë histori në erën turqit e gjitha me çadra aty mësuan ty se si flitet. Ta sultanin e vure si simbol është, nuk ishte shteti me gjithmonë sultani. Shteti ishte me vezir dhe ishte me general, ishte me administratën. Ku edhe ajo është simbol. Se ishte simbol fetar, nuk është sultani simbol fetar. Nuk është shteti. Shteti është tjetër gjë. Megjithatë, kemi të bëjmë me këtë domethënë me gjuhën, se ne kemi fjalë të atyre. Klosit gjithë onomastika jonë. Gjetën të fjalët në gjuhën akade. Ata e shkruajtën. Nuk është vetëm e jona, është edhe në Indi, është edhe në Kinë, edhe në Kore kam gjetur, në Afrikë, në Evropë, komplet Evropë. Në Spanjë, në Anglinë, në Gjermani. Po, unë merrem vetëm me bashkëtingëlluaret, nuk merrem unë me ajo kot. Merrem vetëm me bashkëtingëlluaret, unë marr bashkëtingëlluaret. I vendos unë. Kam atë metodën tim. Nuk është ndonjë kushtetizë, më pyeti ajo, më thonë se çfarë metodë përdor. Çfarë metodë me ata flinë me rrogos tash me ti. Nëse ne do shikojmë, si shikojmë një që bëhet me Ferrari sot ose me aeroplan. E gjykojmë që edhe ata ishin në këtë gjendje, po jo kështu, tash ashtu s'arrim kurrë me asnjë, nuk arrim të kuptojmë ata. Ata kuptojnë ashtu siç ishin. Ashtu siç ishin, me atë mentalitet. Ama se ti fillon edhe bën libra të tillë tash edhe më fut mua terminologji. Të vitit 2010 këtu. Po tani jo ashtu se ashtu pastaj edhe pronë, se më nxjerr jashtë kontekstit kohës. Unë e marr këtë si referencë për faktin se duhet të sepse ka material, domethënë për mua që më ndihmon. Por nuk mund të marr tash çfarë thot ky jo termat e gramatikës italiane për shembull se është do universitet në vete. Unë nuk e se, unë italiane kam gjuhën e dytë çapo. Ta kam nga që nuk kishin ata në këtë nivel. Të kryen ata një gramatikë të ta krahasosh me italistën. Kanë ata morfologjia, sintaksën ato, mënyrat e zgjedhjeve, të zgjedhimit e këtyre. Mënyrat e këto nuk them janë normalisht që janë. Por kemi dy mënyra të shprehur të gjuhës, edhe të shkruar dhe të folur të shprehur. Nuk ka një. Kjo duhet ndarë. Është shumë e rëndësishme kjo. Për të kuptuar se si funksionon dhe pastaj, se pastaj edhe unë nuk mund të marr tani se si e thot se edhe ata që kanë për gjuhën akade, gramatikën akade, e kanë përcaktuar poshtë. Unë kam dhënë disa shembuj që ai e jep edhe në hebraisht, edhe në grecë, në etiopiane, edhe në arabisht, janë të ndryshme, ndryshojnë domethënë në pak në zanore ose edhe në bashkëtingëllore kanë pak ndryshime të vogla, nuk janë të një lloj.
Normalisht, sepse ne në fshatat ndryshojnë, dhe zonat tona ndryshojnë, dialektet. Kjo është, kështu duhen parë gjërat. Nuk kthehen 30-40 histori sa kam unë, si kam unë edhe me eci para. Kështu. Shpresoj ta realizoj atë që dua me këtë universitet. Shihojmë sa do ndodhi. Mirupafshim.